që shqyrtimi gjyqësor duhet të rihapet. Kur shihet i pandehuri kreshnik me metaj duke quajtur me orë në bjesh. Për ata që e kanë përcjell gjykimin, bëhet fjalë për një video që ka ndodhur jo në vendin e ngjarjes, që nuk ka lidhje drejt me ngjarjen, të akuzuar sipas aktakuzës së prokurisë të menduar në Pejë, Departamenti për Krimet e Rënda, aktakuzë me numër të Mirë Makën 274 për 2021, aktakuzë dotës 05/05/2023, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, në seancën e mbrojtër me datë 6/7/2026, trupi gjykues, pas këshillimit të votimit, në mënyrë unanime, ka vendosur që shqyrtimi gjyqësor duhet të rihapet. Dhe atë për arsyet si në vijim. Për cilën me vëmendje, gjykata ka vendosur me rihap shqyrtimin gjyqësor. Arsyeja pse kjo gjykatë ka vendosur me rihap shqyrtimin gjyqësor është se prokuroria e shtetit, në fjalën përfundimtare të saj, duke trajtuar video ingjizimin ku shihet i pandehuri kreshnik me metaj duke quajtur me orë në bjesh, është video ingjizim që është paraqit por asoj gjykate, në fjalën përfundimtare nga prokuroria paraqitet pretendimi se arma që shihet në video është arma e cila është përdorur për kryerjen e krimit, që është objekt shqyrtimit të çështjes penale. Dhe ky pretendim, për herë të parë, formalisht, paraqitet nga prokuroria në fjalë përfundimtare. Në anën tjetër, trupi gjykues, gjatë këshillimit të votimit, pas analizimit të gjitha shpresave të lëndës, gjen se në fazën e hetimeve, nga ana e policisë është kontrolluar pikërisht vendi në bjesh, kur i pandehuri kreshnik shihet në video duke quajtur me orë. Dhe gjatë atij kontrolli në bjesh rezulton se janë gjetur 13 gjoja dhe një fishek. E në lidhje me të njëjtat është urdhëruar ekzaminimi balistik dhe në shpresat e lëndës gjendet raporti i ekspertizës AKF 2022-2722 viz 2627 i datës 27/7/2022, por ky raport nuk është propozuar nga ana e prokurorisë për administrim, e si lloji nuk është administruar fare në shqyrtim gjyqësor. Andaj gjykata, sipas detyrës zyrtare, ka vlerësuar se është më rëndësishme që ky raport me dokumente përcjellëse të administrohet gjatë shqyrtimit të rihapit. Për seancën e radhës që do të rihapet, polët njoftuan me shkrim, e si lloji, në qoftë se gjykata nuk është e sigurt nëse gjitha polët e postojnë këtë raport, do të pajisen e polët me raportin e ekspertizës. Pra, edhe një herë jashtë procesit, për ata që e kanë përcjellë gjykimin, bëhet fjalë për një video që ka ndodhur jo në vendin e ngjarjes, që nuk ka lidhje drejt me ngjarjen, që ka ndodhur në bjesh, ku shihet i pandehuri kreshnik të zhyt me armë. Pri prokurorisë është shfaq pretendimi se kjo armë është arma me cilën ofroi krimin. Na, kur e kemi analizuar si trup gjykues, gjitha shpresat e lëndës rezulton se gjitha kshojat dhe një fishek janë ekzaminuar prej agjencisë, edhe kemi një raport të ekspertizës i cili do të paraqitet këtu para publikut në seancën e ardhshme. Për këtë arsye, do të thonë është rihap shqyrtimi gjyqësor. Gjithashtu, pas rihapjes, gjykata vlerëson nëse ka nevojë për analizimin ndonjë provë tjetër, por parimisht kjo është arsyeja se është rihap shqyrtimi gjyqësor. Kaq kishim për sot, ditë mirë.